Atëherë unë besoj Pra, ose buron nga kjo, nga drejtori- kupola e kësaj deklarate, sjellja e policisë në vazhdim? Unë besoj që drejtori i ri i policisë e mori përgjigjen nga seli e Partisë Demokratike, ku në një deklaratë për shtyp deputeti dhe nënkryetari i Komisionit të Sigurisë zot Klevis Balliu i rikujtoi policisë shtetit tagrin e vet dhe të vetëm ligjor që ajo ka që të garantojë një protestë qetë. Se ku si zhvillohet protesta, atë ligji e lën në dorë të njerëzve të cilët kanë dëshirë të mblidhen, të tubohen dhe të protestojnë. Policia e shtetit nuk ka asnjë tagër që të lejojë protestën në një vend caktuar dhe të mos ta lejojë në një vend tjetër. Ligji nuk ja njeh të drejtë. Ligji vetëm në raste të caktuara për shkak të interesit lartë kombëtar në një moment caktuar mund ta detyrojë policinë e shtetit që të ndërhyjë për të garantuar një interes më madhor, për interesin e shëndetit të dikujt ose interesin e sigurisë së dikujt tjetër. Po përveç kësaja, vendi ku mbahet protesta, mënyra paqësore si zhvillohet protesta, gjithçka tjetër janë në tagrin e atyre që vendosin të tubohen, vendosin të protestojnë dhe në këtë rast të organizatorëve të protestës që është Partia Demokratike e Shqipërisë e cila i ka thirrur. Kështu që kjo deklaratë duhet lexuar si provokim i paraprak i policisë shtetit për të treguar vendin protestuesve në thonjza dhe Partisë Demokratike, sikur është policia ajo që ka në dorë fatin se ku do protestojnë ose ku nuk do protestojnë. Po të ishte për policinë e shtetit, sigurisht do të preferonte që të mos protestonin fare ose do të preferonte që të mos protestonin në qendër as përballë zyrës kryeministrit, as kudo tjetër. Por për fat mirë, kushtetuta dhe ligji për tubimet na japin drejt ne si çdo qytetari që organizon një protestë të mos i marrim dorën policisë së shtetit në këtë pjesë. E bën më të konsoliduar, më të fortë protestën e sotme, edhe procesi i organizimit të Partisë Demokratike, kaso kryetarët e rinj në përdeg, procesi i zgjedhjes tyre, po ashtu pra një riformim i ri tashmë i formacionit opozitar dhe në deg, pra sa të ndikojnë këto në konsolidimin e protestës sotme? Sigurisht janë gjitha procese organizative të brendshme, të cilat në pjesën më të madhe të degëve dhe të njësive tona vendore janë në fazë të avancuar, pra në pjesën më të madhe të degëve janë mbyllur fundimisht dhe në disa degë tjera do procesi të zhvillohet nesër. Sigurisht kjo jep dorë përmirësimit të organizimit, angazhimit të strukturave tona vendore, pasi degë të cilat kanë qenë edhe fundjavat e kaluar ose moment tjetër që ka patur protestë në proceset tyre të brendshme riorganizimi ose procese zgjedhore, sigurisht nuk kanë patur siç është normale që të jetë gjithë kohën e nevojshme ose gjithë vëmendjen te organizimi sa më i mirë i protestës. Sigurisht përmbyllja e këtyre proceseve dhe le të themi rinovimi një pjesë të mirë të strukturave organizative të bazës jep dorë sjell energji të reja, sjell entuziazëm dhe freski të reja për të cilat çdo formacion politik aq më tepër në opozitë, aq më tepër i angazhuar në një proces protestash ka nevojë të përhershme. Kështu që besoj që me përmirësimin tonë të punës së bazë, ne të gjithë bashku si Parti Demokratike jemi më të aftë që protestën, jo vetëm këtë, por dhe protestat tjera të organizojmë më mirë, më të shumta në mënyrë që populli ta shprehë vullnetin e vet lirisht. E kuptoj Kaso, ju falenderoj për kohën tuaj dhe do të presim dhe do të shohim se ç'do ndodh në protestën e sotme të opozitës. Dhe një pyetje të fundit, do të jetë me fjalime, marshim, çfarë keni vendosur? Do ta shihni në Nuk e zbuloni skenarin. Sigurisht ka një skenar, por siç e thash, provokimet dhe antagonizmi paraprak i shprehur i policisë shtetit nuk na lejojnë që t'i bëjmë publike dhe t'i ndajmë me të gjithë. Por sigurisht do të bëhet më e mira në mënyrë që populli dhe demokratët të thirrur dhe kushdo tjetër që ka arsye për të protestuar ndaj këtij regjimi të mund të protestojë lirisht dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Kaso, faleminderit. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim me deputetin e Partisë Demokratike Ivi Kaso teksa u ndalëm tek opozita e cila do të zhvillohet ditën e sotme protestë në orën 19, protesta radhës kombëtare. PD-ja ka ftuar qytetarët që i bashkohen protestës në bulevardin Dëshmorët e Kombit për shprehur revoltën kundër korrupsionit dhe vjedhjeve qeveritare dhe për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ju bëri thirrje qytetarëve të dalin në protestë për të dëshmuar se nuk do të lejojnë mbylljen e dy aferave të rënda
korruptive, dosje së Akshit dhe dosje së irzëvendës kryeministres Belinda Balluku. Do ndikim një deklaratë zëdhënëse së Partisë Demokratike, Floriana Garu në këto momente.